Do shkoj t'ia thuaj derën çfarë ndodhi mes Fifit dhe Flor Mumajesit, e ftuar një emision. Fifi foli ndër të tjera edhe për marrëdhënien me Florin Mumajesin, e pyetur se çfarë marrëdhënie ka me Florin sot, duke marrë parasysh se një vit më parë deklaroi se ka një vit që i shkruan dhe nuk i ka kthyer përgjigje. Fifi ju përgjigj: "Vazhdojmë njësoj, unë i shkruaj, ai s'kthen, çfarë të bëjmë?" Mëtej, Fifi u shpreh me shaka: "Ndoshta duhet i shkoj tek dera t'ia thyej", e pyetur se pse ka kaq shumë nevojë të ketë kontakt me Florin, ndonse nuk i kthen përgjigje prej kohësh, Fifi u përgjigj: "Po, është Daja i Theomalit, djalit Fifit, është shoku im i shpirtit dhe s'mund ta imagjinoj mos të flas më. Do me thënë, djalin tim e ka parë vetëm kur ka qenë djali 2 muajsh." Duke rikujtuar se si lindi shoqëria, dikur e ngushtë mes tyre, Fifi tha: "Prej muzikës lindi shoqëria. Kemi punuar bashkë në periudhën 2020-2021. Energjinë kemi të njëjtë shumë. Patjetër që e kam të nevojshme të flas me Florin, besoj që edhe ai e ka të nevojshme të flas me mua." Në fund, pa përmendur detaje, por duke nënkuptuar diçka, Fifi tha se kush e di se ku i ka ngelur hatri që refuzon të flas me të, duke përsëritur edhe një herë shakan se vetmja zgjidhje që i ka mbetur tani është të shkojë t'i thyej derën për të komunikuar me të, duke rikujtuar edhe një episod nga 2019 ku dyshja papritur hoqën njëri tjetrin nga Instagrami pasi u përfolën edhe për një lidhje romantike. Madje Fifi shpjegoi se kishte qenë një moment gjak nxehtësie, ai ka qenë moment euforik, isha 25 vjeç, isha e vogël, tha ajo.